Miq, 8 ditë në mbetën në këtë betej epike, në këtë betej historike. Edi Rama po bën çdo gjë për të mashtruar qytetarët. Ka bllokuar debatet. Prapi them, hajde na shtir, të dalim para këtyre burrave dhe grave. Hajde këtu. Po ti je lloj i shpifur i censurës, një lloj sytat që varin shtyll. Poetin e pavdekshëm Havzinelin për vargjit e tij kundër regjimit. Edhe ti ke ndaluar debatet, sepse janë të gjitha kundër teje. Sepse ti nuk don debatet, Edi Rama. Jo, se si mund të dalish ti në debat dhe të justifikosh sarajet e tua me gjatësi themelesh 57 metra gjatë, 2 herë më të gjatë se sa sarajet e Enver Hoxhës, dhe me obor 4 herë më të madh, 8300 metra. Si mund dalish ti para qytetarëve kur je autori kryesori zhdukjes 130 milion euro të djegësit të Tiranës? Si mund dalish ti para qytetarëve kur u bëre me vil, me saraje duke patur gjithsej 3800 euro deklaruara në shtet? Si mund dalish ti para qytetarëve kur blen instalacionin 5 milion euro? 5 milion euro. As pronori japonis nuk e blen. 5 milion euro. As presidenti amerikan nuk e blen. As kancelari Gjermanis nuk e blen. Kurse ti e blen, Edi Rama, me parat atyre që i len pa ilaçe, me parat e këtyre fëmijëve që i len pa shkolla, me parat atyre forshjeve që i len pa çerdhe. Ndaj dhe s'del do ti këtu, rridh dhe bën polle stërpolle. Prite pollin e datës 11, qytetarët do t'japin ty atë që meriton. 11-a është polli polleve, nishat e Astirit, nishat e Shqipërisë, do të çojnë ty atje ku e meriton. Firmosin fitoren, firmosin ndryshimin, është rradha jonë. Astiri madhështor, Shqipëria madhështore, rrof Shiu, rrof Tirana, rrof Shqipëria, fitore.